Mirëmëngjesi të nderuar shikues dhe mirë se vini në koha për t'u zgjuar. Do t'jemi së bashku në këtë hapësirë, fillimisht për t'u njohur me shtypin e ditës, e më pas do t'jemi në hapësirën e telefonatave, ku ashtu si çdo mëngjes ne komunikojmë së bashku për shqetësimet apo mendimet tuaja për tema të ndryshme. Sot është e mërkurë, data shënon 12 gusht 2026 dhe do t'nisim pa humbur kohë me gazetat. Do ta fillojmë ashtu si çdo mëngjes me gazetën më të madhe në vend, gazetën Panorama. Kryeartikulli i gazetës Panorama është revolta popullore, protesta nuk do të shuhet, qytetarët duam kushtetut të re dhe qeveri teknike. Kërkesat, protesta e 73 të radhazi u shoqërua dje me thirrje të forta për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe ndryshime të thella politike. Protestuesit akuzuan qeverin për korrupsion, keqqeverisje dhe mungesë të përgjegjësisë ndaj qytetarëve, ndërsa nga podiumi u kërkua një kushtetut e re dhe një qeveri teknike. E gjeni të plot dinamikën e protestës dje në faqen 2 dhe 3. Vendi në mflak rrezikohen banesat, banorët luftë me zjarrin, dorëheqja e kryezjar fiksit në kulmin e krizës. Koçeku po digjet pasuria e Shqipërisë. Zjarri pushtoi krujën Reuters në qytetin historik. Banorët luftojnë kundër flagëve me mjete rrethanore. Serbia kërkon t'i shterojë ujin Kosovës me devijimin e lumit Ibër, SBA dhe BE dënojnë kërcënimet e Vučić. Replikat në distancë për lumin Ibër mes Tiranës dhe Beogradit. E gjeni në faqen 6 dhe 7. Analiza e Monitor, sa shpenzojnë televizionet për paga, News 24 renditet i treti me 267 milion lek. Të përndjekurit, emrat e 2278 trashëgimtarëve që përfitojnë këstin e 4. Këngëtarja, vajza s'është këtu, si Fiqeret Shehu e çoi Fitnet e Rexhën drejt skenës. Në rubrikën Opinion do të lexoni nga profesor Edmond Panariti, uji i brit si armë për presion politik në Ballkan. Nga Rudolf Marku, një pikturë mesjetare dhe nën tekste bashkohore. Gërmoi buzlumit për të gjetur trupin, por çfarë zbuloi gruaja franceze e deputetit të pushkatuar. Vrasja e Enver Sazanit më 1947. E gjeni në faqen 16 dhe 17. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Panorama për këtë mëngjes. Do të ndalemi tani në një tjetër gazetë të përditshme. Do të shohim titujt e gazetës Telegraf. Ja 14 ustallarët e FSDKSH-s në 13 vite, aferat dhe pse SPAK duhet t'u hetoj pasurinë e tyre. Rimbursimet fiktive, ilaçe të skaduara, kontraband, monopole dhe skemat e mashtrimit në bashkëpunim me farmacit dhe depot farmaceutike. FSDKSH ka ndryshuar 14 drejtor në 13 vitet e fundit. Ata janë Astrid Beci, Milva Ekonomi, Vjollca Braho, Erion Manhosa, Alketa Hila, Eduard Ahmeti, Anila Denaj, Adela Gjemali, Rudina Degjoni, Elisa Bërziu, Albana Qela, Spartak Zekja, Arti Papajani dhe drejtori aktual Ilir Topi, i cili ditë më parë ka firmosur rikthimin e një kontrate korruptive të hetuar nga prokuroria, ja skandalet dhe babëzia e drejtuesve që sot janë bërë milioner. E gjeni në faqen 16 dhe 17. Operacioni i pabesueshëm i arratisjes së Trump nga Turqia drejt bazës në Angli. Donald Trump u largua në fshehësi nga Turqia drejt Britanisë muajin e kaluar me një avion ushtarak, ndërsa Shtëpia e Bardhë lë të kuptohej se presidenti amerikan po udhëtonte me Air Force One. Operacioni i pazakontë u ndërmor për shkak të një kërcënimi të besueshëm iranian për atentat ndaj Trumpit, si u fsheh në një kontenier dhe fluturoi me avion ushtarak. Mbajtja sekrete ndaj gazetarëve, mbyllja e xhamave me grila dhe çfarë u tha atyre në konferencë, ja si u zhvillua super operacioni i cili ishte realizuar
edhe një herë tjetër në kohën e presidentit Clinton në Pakistan. Mozaik dhe aktualitet, dosier, udhëtimi befasues si Havzi Nelës, martirit të liris në viset e largta të lumës dhe nata e fundit në Buzmadhe. Fjalimi i Ramiz Alis, demokracia shqiptare penge direktivës ruse, vepror Hasani, dardha turistike e Korçës, bukuri mahnitse. Në rubrikën opinion dhe koment, do të lexoni nga deputeti i Partisë Demokratike, Xhelal Mziu, opinionin me titull Në Shqipëri, 1 në 3 qytetar nuk e ka të sigurt ushqimin. Nga Vangjush Saro, brengosje për krizat mbar shqiptare. Vjojmëtej, Kryeministri Rama, Shqipëria e para në botë për sigurin kibernetike, sukses historik pas investimeve ndër vite në Shqipërinë digjitale. Kongresi Autoriteteve Lokale i Këshillit të Europës konsultoni komunitetet, ndryshime të shoqërohen me autonomi vendore që t'i shërbej demokracisë shqiptarve. Gzim Zilja shkruan, prishet muzeu ku punoi babai Kombit dhe ndërtohet një muze për hebrejt, reagojnë intelektual e qytetar. Sa transparente është Akademia e Policisë, vjen në faqen 11. Forum në Telegraf, flasim profesor Shezai Rokaj, profesor Lush Susaj, profesor Gjeladin Çeka, profesor Recep Puka, profesor Tritan Shehu, Nasho Bakalli, Kosova nuk mund të bëhet monedhe diplomacisë ukrainase, deklarata e Zelenskit zhgënjyese. Në rubrikën Mjeku në familje, ja recetat bimore që zbusin problemet me stomakun, shkaktarët që irritojnë dhe simptomat, studimi për dëmtimin e syve dhe lidhjen me kolesterolin e lartë të mosha e 3, e gjeni në faqen 15. Do ishin dhe titujt kryesor të gazetës Telegraf për këtë mëngjes, do të ndalemi tani në një tjetër gazetë të përditshme, do të shohim titujt kryesor të gazetës Sot. Trondit avokati, Edi Rama në tehun e thikës së Amerikanëve, SBA gati t'i hap dosjen e zezë që e mban në sirtar prej vitit 2014, nëse kryeministri nuk i bindet ambasadorit të ri. Ja ku shefuti në Kurth, Ermal Beqiri në Francë dhe akuza që e çon Belinda Ballukun automatikisht në 15 vite burg. Në faqen 3. Ja skenari që do të detyrojë Edi Ramën që të jap dorëheqjen dhe të largohet përfundimisht nga qeveria, Alfred Çako zbulon detaje nga operacioni sekret i shtatorit që do të bllokojë të gjithë Tiranën. Dosja përvëluese që hap kutinë e Pandorës në SPAK, loni i bankersit vil 5 milion euro në Rolling Hills. Frida Krifca i dha 500.000 euro nga fondet e Bashkimit Evropian për bujqësinë, zbardhen dokumentat. Nga floriri Krabës te vrasjet, Idajt Beqiri nxjerr detajet e forta nga 25 dosjet e zeza në SPAK që fundosin përfundimisht Sali Berishën dhe Ilir Metën. U hap foleja e grerzave, Sali Berisha drejt qelis, avokati i familjes Haklaj paralajmëron zhvillime të bujshme, 3 ditë dëshmi nga njeriu kyçi ardhur nga Franca dhe në SPAK dhe rrëfimi i Zet Haxhis, ja çfarë po ndodh me hetimet e vrasjeve në Tropoj. Skandali i Ami Kozelit, kreu i ARSH-s në gjurmët e Berberit dhe Gjylit, i fal 2 milion euro pagar për boje tabela kompanisë së vetme si taksat e shqiptarve, po përfundojnë në gojën e Ujkut. KLSH gozhdon Ministrinë e Kulturës dhe zbardh aferën financiare. Jasi Blendi Gonxha bëri restaurime e pagesa për objekte pa leje ndërtimi dhe si avulluan miliona lek në hundën e shtetit. Çmimet e çmendura të pasaportave biometrike, si po shfrytëzohen financiarisht shqiptarët për dokumentin më të shtrenjtë në rajon. Brukseli godet qeverinë për hartën e re territoriale, i bën thirrje të konsultohet me qytetarët për shkrirjen e bashkive dhe kërkon që ndryshimet të shoqërohen me autonomi vendore. E gjeni në faqen 10. Në rubrikën koment dhe analiz do të lexoni nga aferit me Tuku,
kujtes për revolucionin e flamingove. Nga Gjon Neçaj, shpërblimi i të bindurit. Nga Ilmi Qazimi, nga Shkodra te Skrapari, uniteti është i pari. Nga profesor doktor Xhevdet Zekaj, patriotizmi me telekomand dhe heronjt e një fotografie. Rajon dhe bot, kriza kushtetuese thellohet në Kosovë, ku vendi mbetet i bllokuar pa marrëveshje politike, opozita paralajmëron veprime të forta, vendi mund të shkojë sërish në zgjedhje. Trump u fsheh në një avion ushtarak pas kërcënimit nga Irani, ja të pathënat nga operacioni sekret që mashtroi edhe gazetarët. Presidenti doli nga një kontenier furnizimesh dhe u transportua fshehurazi drejt Britanisë. Sinjale pozitive për marrëveshje mes SBA-s dhe Iranit, negociatat për Hormuzin përparojnë rriten shpresat për paqe. Alarmi i madh që po vjen nga bujqësia, thatësira po shkatoron të korrat, lufta po bllokon portet dhe zinxhiri global i furnizimit po hyn në zonën e rrezikut. Ishin këto titujt kryesor të gazetës sot, do të ndalemi tani në një tjetër gazetë të përditshme, do të shohim titujt kryesor të gazetës më të madhe sportive në vend, gazetës Panorama Sport. Tirana, Xhixha dhe Ndong në qendër të Merkatos. Bardheblut duan t'i mbajnë yjet, por 31 gushti mund të sjellë lëvizje. Gjatë fazës përgatitore turke ka patur disa oferta për lojtarët e 26 herë kampionëve. Cana, Shqipërinë edhe në 300 jetë më kërkoi Franca, flet ish kapiteni. Loriku rrëfen jetën dhe karrierën, synoja evropianin me çdo kusht. Mund të luaja në finalen e botërorit, por doja flamurin kuqezi, problemet me zemrën, rrezikova, por kam realizuar ëndrat e mia. E gjeni të plot intervistën e ish kapitenit të Kombëtarës në faqen 2 dhe 3 të gazetës Panorama. Vllaznia, firmosin Tunkaran, tifozët duan goditjen e madhe. Nëndecja, çudia e madhe, Dinamo fiton pa goditje, në faqen 5. Egnatja, dora e ngrohtë dhe mesazhi enigmatik në faqen 4. Partizani ndryshon fytyrë, Bratu përmbys demat. Nga 2 javët e fundit e edicionit të shkuar te Prakteuta, ja çfarë do të ofrojnë të kuqt në kampionat. Dy medalje olimpike dhe një ftesë për Tomorin në faqen 10. Vjojë mëtej, Antonelli dhe kurthet e fazës së dytë, Formula 1. PSG Aston Villa, Superkupa hap zyrtarisht sezonin. Serie A, askush nuk është favorit se Interi për titull. E gjeni në faqen 16. Milani, surpriza e Amorin, Rabiot piketohet në rolin e numrit 10. Spanjë, Leva dhe Torres, Barcelonës i mungojnë 103 gola. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Panorama Sport për këtë mëngjes. Gazetën Panorama Sport ju mund ta gjeni në çdo pikëshitje të gazetave në vend për t'u informuar me lajmet më të fundit nga bota e sportit, me analizat, komentet e çdo gjë tjetër, ndërsa ne do t'i rikthehemi edhe një herë gazetës Panorama për gjithë ata që sapo na janë bashkuar. Revolta popullore, protesta nuk do të shuhet, qytetarët duam kushtetut të re dhe qeveri teknike. Kërkesat, protesta e 73 të radhazi u shoqërua dje me thirrje të forta për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe ndryshime të thella politike. Protestuesit akuzuan qeverinë për korrupsion, keqeverisje dhe mungesë të përgjegjësisë ndaj qytetarëve, ndërsa nga podiumi u kërkua një kushtetut e re dhe një qeveri teknike. E gjithë dinamika e protestës është në faqet 2 dhe 3.
Vendi nën flak rrezikohen banesat, banorët luftë me zjarrin, dorëheqja e kryezjar fiksit në kulmin e krizës. Koçeku po digjet pasuria e Shqipërisë. Zjarri pushtoi krujën Reuters në qytetin historik. Banorët luftojnë kundër flakëve me mjete rrethanore. Analiza e Monitor: sa shpenzojnë televizionet për paga. News 24 renditeti treti me 267 milion lek. Të përndjekurit, emrat e 2278 trashëgimtarëve që përfitojnë këstin e 4 vjen në faqen 22. Këngëtarja: vajza s'është për këtu, si Fiqeret Shehu e çoi Fitnet e Rexhën drejt skenës. Në rubrikën Opinion do të lexoni: uji i brit si armë për presionin politik në Ballkan, nga profesor Edmond Panariti. Një pikturë mesjetare dhe nën tekste bashkohore nga Rudolf Marku. Gërmoi Buzlumit për të gjetur trupin, por çfarë zbuloi gruaja franceze e deputetit të pushkatuar, vrasja e Enver Sazanit më 1947, vjen në faqen 16 dhe 17. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Panorama për këtë mëngjes. Gazetën Panorama ju e gjeni në çdo pikëshitje të gazetave në vend për të informuar me lajmet dhe për të lexuar analizat dhe komentet MNZ në tregun mediatik, ndërkohë që ne kemi mbrojtur në fund të kësaj pjese të parë, shumë shkurt publicitet, rikthehemi pas pak me telefonatat. Jemi rikthyer sërish në studio, jemi tani në hapësirën e telefonatave, do të presim telefonatën e parë. Alo, përshëndetje. Atëherë, përshëndetje zoti gazetar, përshëndetje gjithë shqiptarëve, në respektin e parë të gjithë atyre protestuesve që po arrin 2 muaj e gjysmë dhe kryeministri i Shqipërisë nuk reagon. Të nderuar miq bashkëgazetar, të nderuar Media publike për juve kam që në datën 14, 15 dhe 16 Tirana të shti, të filloj një imazh, një fillimin e një, si të theme, një jetë se kjo diktaturë, ky kryeministër, kjo qeveri që ka pasalduar këtë vend dhe nuk pyet nga plazhi ku ka vajt ai, një njeri pa përgjegjshëm, një njeri që doj këtë vende madje dhe në përrethje, u bëj thirrje të tërë njerëzve, edhe ata që kanë ideal, mos ta mbajnë atë ideal. 20% e njerëzve që them se unë i dëgjoj ata çuna, ata vajza, ata goca të rinj, që me anë entuziazmin e tyre, me ata gjallërin duan ringjalljen dhe futjen, po unë them për ta, po të marrin pasuritë i dashur gazetar, të marrin lekët dhe të futen të vrimë miu se ka vjedhur triliarda lek. Kjo nuk është ai parlament, kjo është e kryeministrit, po është madje edhe në përrethe, është bërë batërdia në përrethe, më nderuar. Janë 61 kryetar bashkie kanë bërë batërdin, drejtor, administrator, prokurorie, tusi, të tërë janë mafje, me respektin më të madh, po flas para dhe Altin Dumanit, si një njeri që e degradoi këtë vend, dhe njerëzit janë elmuar edhe para spakut, për drejtësinë, për realitetin, që nga personi që u vetë elmuar, nuk po më kujtohet dhe emrin Paltusha, dhe shumë të tjerë para kësaj gjykate, që s'kan gjetur kur drejtësinë, duhet një realitet, atje duhet vërtet ata thonë në revolucion, pa atje nuk duhet revolucion me tufa me lule, i nderuar Krevis, por duhet një imazh i madh. Prandaj, edhe një thirrje të madh gjithë shqiptarëve, gjithë njerëzve, gjithë atyre që ky njeri u largoi dhe bashkit kanë ndërmend që tu largoi dhe bashkit të lidhen një imazh që Tirana të jodë në shator, po të ketë një imazh që Tirana mos marrë frymë. U bëj thirrje dhe një Tiranë, atyre me kuptimin patronazhist dhe spionëve, ordinerëve që rrinë në përkate dhe të drejt protestuesit protestojnë, të dalin në shesh, në burrinë e sheshit, atje ku sheshi atyre voglueshve, sheshi atyre njerëzve të mirë që flasin me emocione, flasin me intuit, flasin me gjallëri. Dhe për ta mbyllur dua të them diçka. Përsëri jam i pranishëm për të ardhur në qytetin e Tiranës në datën 14-15 të përcaktoj nga këto 3 ditë, po nxjerr dhe 3 pikat. Ardhja në qytetin e Tiranës është një largësi shumë e madhe. Nga qyteti Kepelenës i bie rreth 270, 540 kilometra
tani që të vion atje duhet që dhe makinë, pa makinën tënde nuk mund të lëviz dot. Unë kam dhe një dëshirën e madhe dhe kisha dëshirën të vi gjithmonë të jem në kratë atyre se kam gjithmonë fëmijët e mi. Turoj dhe ty dhe gjithë atyre që protestojnë të një imazhi të shtohet dhe sa më shumë të ketë njërë, sa më shumë të ketë pjesëmarrje, kryeministri ta marrë goditjen, ai e ka marrë goditjen, por goditja e tij thonë se shtatori nuk do ta zvërma. Ju falenderoj dhe kalofshi një ditë mbarë. Faleminderit i nderuar për telefonatën. Ne shpresojmë që sërish të ketë djemë të rinj vullnetarë që t'ju marrin sërish nga Tepelena dhe t'ju sjellin në Tiranë, ashtu siç në herën e parë. Mirëmëngjes i nderuar. Shiko, një si e do të bëjmë petrorisë policisën, se nuk ka shpesa këtu asë për ministri, të brendshme asë për prokuror, pak, gjykata etc. 5 veta, 5 policë, 6 policë duhet. Drejtori vetë kompetent në Kria Leon ligji të veprojnë në operatoritet, ta marrë familjen Berisha, ta ngarkojnë autobus, ta ptjerrit për Beograd, ta njës janë për ne, që të pasë të shurutëm, ja shkuzive, që një Beograd, nuk ka qitje, kjo është përbinç, kjo korruptonë dhe drejkin e shpiri, kjo ka si mendojë për këtë, jo për të regullu punë për të pojtona, kur ishe, kurse se tani është kjo maskaraj tjetër. Po kjo flasë ka njështë nga aja, nga 92-shi, që kjo është e vrasë. I policia ti drejtojtë policisë për në Tiranë. 5-6 policë ta marrin, ta ngarkojnë familjen Berisha në autobus, ta njështë për Beograd. Po e lërku nga Shqipëria, të kolerë, të mutajnë, të zesë, të marrin për se o vlajim, ka të më, o shpëdim, se jemi shqiptarë, ata nuk janë shqiptarë, familjarisht janë shërë. E ka konvete, jam misionarë, da po. Për qa është misionarë? E kemi parë në dhe zikit, e kemi parë në dhe shtatës, e mbijim, e kemi parë për qa është misionarë. Po ta përësëm nga Shqipëria dhe ne të shpëtojmë, pa te japim të gjithëm që tjetë dhe. Që do, e ka po këtu, e ka po si pronë dhe, të e ministrin. Gjithë një, shërë. Ditë të mbarë nderuar. Presim një tjetër telefonat tani. Alo, përshëndetje. Në mesa duket ka rënë linja, kalojmë me një tjetër qytetar. Përshëndetje. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, urime për emisionin. Faleminderit. Në ratë parë, përshëndes protestuesit. Janë ndriçimi i errësirës dëshpërimit të kombit shqiptar. Janë shpresa e kombit shqiptar, janë oksigjeni i kombit shqiptar. Dhe i vlerësoj jashtëmase. Megjithëse jam dhe vetë pjesë e protestës, por nuk kam shkuar çdo ditë në fjalë. Por shoh një situatë shumë shqetësuese për momentin. Dëgjova kryeministrin që foli për problemin e lumit Ibër, që u drejtua Aleksandr Vučićit. Ky kryeministër në radhë parë shofi lumente e Shqipërisë. Se çfarë po ndodh me lumente e Shqipërisë. Se si po shkatrojnë çdo ditë, burimet e ujit. Ti lej këto lojra, se ka kaq vjet, ka 13 vjet, që e kishte kohën e mjaftueshme që ky kom të shkëlqente. I dha Zoti një shansë që dhe ai vetë të hynte në histori. Po hyri në histori si njeri negativ, jo si njeri pozitiv. Kërkoj që t'japi dorëheqje sa më parë, mos i lodhi më protestuesit, dhe data 14 do t'i tregoj këtij kryeministri që do vinë nga gjithë treva shqiptare, do t'i tregoj ato mandatet e tij që ka marrë. Dhe ato mandate për çfarë i ka marrë ky, t'i vesh shelbin fyt shqiptarëve, të poshtrojë shqiptarët, të tallet me pensionistët, të tallet me pronarët, të tallet me bizneset që po i shkatron çdo ditë. Kjo është e vërteta. Dhe më shqetësuese është kjo flaka që kanë vënë zjarrin në Shqipërisë, cep. Nuk flasim, por themi që ka dhe zjarre që bëhet dhe pa dashje, ti pranojmë këto gjëra, pa dashje ka. Por unë them që 90% zjarreve janë me dashje. Janë si 1914 që i vuri Greqia flakën Shqipërisë. Ka djeg 7.000 shtëpi shqiptarësh në jug. E dim historinë, mos fshihet historia, të flasim. Ky është një krim kombëtar që i bëhet popullit shqiptar. Të bëj kujdes. Dhe ato dronet mos merren me ato gjethet e shashit, po merren me ato zjarrvënësit. Ti shohin mirë. Kjo është e vërteta. Këto kisha, faleminderit. Faleminderit zotëri për mendimin tuaj. Presim një tjetër qytetar tani. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje. Flisni, ju lutem, jeni drejt për së drejti në koha për të zgjuar. Mirë, kalojmë një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, alo. Mirëmëngjes, zotëri, po. Vetëm ulni zërin e televizorit, ju lutem. Po, patjetër. Zoti gazetar, ju përgëzoje 24-ën, jeni mrekullia e gazetarëve të gjithë ju. Ju jeni heroj. Ju jeni heroj të Shqipërisë. Edhe ato që dalin gjithë në protestë, ku thave do para forcit janë oksigjeni i Shqipërisë. Janë trimat e Shqipërisë, janë hyjet e Shqipërisë. Tu s'ke ku ta fillosh, ku ta marrosh. Me këto qeveri si kemi ne, që ka qenë Enver Hoxha 2-3 gabime ka pas. Por ka majtë poplin pak në gjithë njësoj. Po ky e ndavi poplin, ky bani vetëm bandat, ky bani vetëm këto aparistët që kam me miliarda lekë, pushtetar, gjykatësi, prokurorët, doktorët, nuk menon fare për poplin e thjeshtë. Gjitho parti 150 parti, i ka mus administratën gjithë spiuna, gjithë, patronër gjithë, por nuk jetohet gjure të ndash poplin ti me milione gjyse, Kina ka i miliarde gjyse, ti milione gjyse ke nuk pa mën këtë popullë. Palen pa bukve 100.000 lekë, 70.000 lekë pensione. Se kështu do eci Shqipëria. Ne do t'ishim më mirë se Zvicra. Po këto i vjedhin legët, këto janë bandat, këto kanë me Bjelorus kanë vjetë të popull. Këto jo 15 vjetë burget, që thonjë to, a i s'pagu anë këtë pare. Ore, ka shtetë, gjykata policisë ka pare. Ore, vritet njëri ju këtu nuk gjinet. Mu ka vrat një ibi nuk gjinet pare, ku ashtë suni. Kam qenë për polici, ku nuk kam qenë, ke krimit të rënda. Këtu nuk ka shtetë, ka marrë punë. Pra na, kjo kushtetut do t'jetë, kjo janë kushtetut bandash. Tu duhet revolucion, ore për gjakë duhet, se kjo nuk e lëson shtetin, kjo janë plerë. Me gjithë salën, këto do mbra, do ne, do s'lirosh Shqipëria. Ore do bëjmë dasu me ku t'ikin këto gjithëre. Jam shumë dakord me ty, përveç pjesës fundit me gjakë. E ti që po me mu shmarezat e burgjet blot. E qartë. Mirë, zotëri, faleminderit për mendimin tuaj. Ditë të mbarë, presim një tjetër telefonat tani. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Flisni, u lutem, jeni drejt për së drejti në koha për të zgjuar. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Vetëm ullë një zërin e televizorit që të mos kryen vonesa. Jo, televizorin e kena ullur maksimum. Jo, ullë edhe pak, ullë edhe pak. Ska gje. Ullë edhe pak se të gjojën këtu televizorin. Dëgjo. Po nuk ke shullu më ullu komplet, dëgjo. Mirë, po, vazhdo. Jemi këtu në Durrës, ke lagja 18. Dëgjove? Po, jo të gjoj. Edhe nuk kemi punë me politikën, gjithse i gjojnë të politikanë gjitha ndekte, por nuk nga një shqetësime që ka shteti, ka vendi, ka Shqipëri, ore ka në ata ke shpite veta. Cilat janë shqetësimet që keni unë? Lagje ku jam unë, është lagje madhe, lagje e mbrekullueshme po ta kapësh, ama në qendër po të hysh kënaqjes, është pasërtime lokal me gjithë, pavarësisht ka dhe këto publiket, ama po të hysh mbrapa pallatit, ku jam unë sidomos, te pallati 815, ma e mend shnoje, 815, mbrapa nuk hyn dot. Pse? Është blokome me pemë, ndërtime pa lejë, ndërtimet janë bërë me fjalë qa murin e pallatit shtovë, ndërtesa pa se ku gjen kjo teori, kjo nuk dihet, në Shqipëri me fjalë dihet. Në 2 kratë është e blokume. Në qendër janë dhe pusetet e falë për do të banjove. Ama kur shpërthejnë nuk del do të ke balkoni, tavë dritaren. Më dëgjove? Po, jo dëgjova. Është një diçka skandaloze. I kena kërkuar, i kena ngritur probleme, dhe ke ju e para sa muaj që kena ngritur, por nuk e ka vëshëllë kusht.
Pra këto janë probleme që duhet në një sot dhe jo që mërshojnë dhe që lepë mërshojnë dhe të tyre normal ashtu është. Po erdhun, ama problemet që nxjerr qeveria ligjet, neve duhet të zbatojnë edhe t'i kërkojmë. Se kjo qeveri nxori ta ligje. Më ndijove? E qartë. Mirë, zotëri, faleminderit. Po, apo keni apo? Po. Pra këtu nuk ka, edhe më falë edhe gjithçka. Po. Kur vjen që bllokohen këto pusetet e banjos, duhet vi makina nga Tirana, nga drejt, nga nga e majnë telefon me zorra të gjata i shtin nga 100-150 metrë që vjen i çojnë dhe i thisin ato ujrat e qia atje. Po. Është skandaloze që të hysh atje nuk hyn dot. E dyta, lagja jonë është lagje madhe. Lagja me madhe në Durrës. Fillon nga NPV-ja ke dega e brendshme nëse ke parasysh Durrësin, edhe vazhdon te në fabrikatet një. Është një rrugë paralel me rrugën kryesore për ke Vorrezat. Një rrugës në poshtë. Që kur hyn tek NPV-ja dhe vjen gati i kthehen shumë larg, nuk hyn dot pa kontragas. Më ndijon? Për shkak të erës së rëndë nga kontragazit pusetat. sepse janë pusetat me një erë terren sagji. Urdhëro? E qartë. Mirë, zotëri, unë ju falenderoj për shqetësimin që ngritët. Do ta ndjekim patjetër të çështje me gazetarët tanë në terren. Presim një tjetër telefonat tani. Alo, përshëndetje. Përshëndetje dhe mirëmëngjes. Mirëmëngjes, i nderuar. Edhe unë falenderoj protestuesit, qendrështar të demokracisë, të lirive dhe të drejtave të tyre dhe të dignitetit njerëzor. Njëkohësisht edhe një 24. Pa dyshim, du të falenderuar për pasqyrimin hap pas hapi të gjithë protestës gjithë kohës. Edhe meritoni falenderim, me gjithëmen falenderim, pa dyshim, pa anshmëri politike. Po këto është problemi madh, që tani telefonues aty të merret familja Berife me ato budet të shkojnë në Serbi, të përcjellën në Serbi. Këto të përbetuar me kam thënë të përbetuar të diktaturës proletariat të Enverist. Thonë Sali Berika të merret me autobus që në Serbi. Shiko çfarë mentalitetit. Çdo njeri ka mendimin e vet, si jemi në demokraci, secili ka mendimin e vet, tani mos merremi me mendimet e njëri tjetrit. Tjetër moj xhafur po fiku çfarë mentalitet e kemi. E po çfarë bëjmë tani? Ti ndrojmë mendjen popullit, secili ka mendimin e vet. Patjetër po këta pikërisht kjo lloj specie nuk e lën demokracinë që të lulëzohet. Timi sinqert për të ti ridja. Unë kam jetuar, kam një fekut gati. Këtu nuk e lën demokracinë të lulëzohet. Edhe historikisht, për e themë dhe për e përsi se kam përsërit. Populli shqiptar është i përqarë. Qenë kohën e Pellazëve edhe në radhë, edhe në kohën e Princevitit e vazhdon edhe sot e kësaj dite. Nuk e duhen, urrejtja mbi zotërën Shqipëri. Urrejtja mbi vllanë me vllanë. Urrejtja ndaj njëri tjetrit. Urrejtja ndaj gjithë shkaje. Urrejtja ndaj të mirët. Dhe favorizon të keqen. Këto jemi ne. Ky është ky kombi jonë. Ky është ky. Se në protest. Ka dhe nga ata që du ta përdosin protestën. Ti mi sinqert për të. Së në protest marvet pjesë. Gati familjarisht. Kupton ti? Po unë kam një dignitet njerëzor, familjar, shoqëror, miqësor e gjithë shka. Jo falendero, po ky jam unë. Po këtu ka humbë shtylla kurrizore, shtylla kurrizore e demokracisë, e lirisë, e njerëzisë. Pra turp kënë të gjitha ta, turp të gjitha ta, që përkrahin një mafios, një gangster, një rrugaç, një kriminist, një kriminal. Turp kënë të gjitha ta që marrën pjesë, e që e marrën mrapata. Edhe e them me plot bindjen, të gjithë këta duhen vrarë me pa dyshim. Jo deri Po jo deri këtu. Mund të bëjmë thirrje të tilla. Unë të falenderoj për telefonatën, falenderoj për mendimin, po jo me thirrje të tilla. Nuk mund të vrasim askënd. Në demokraci gjërat zgjidhen me votë, jo me vrasje. Presim një tjetër telefonat tani. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Po? Doja pak nisja 2-3 fakte ditë para postit, sepse që të shtush Sali Berishës për shembull serb, në qoftë se komunistët e quajnë Kosovën Serbi, që bënë rrugën e kombit, a bënë rrugën e kombit. Një stat, mu ta bënë rrugën e kombit, mendoj unë tani. Ose një president
Amerikanë, vinë ke zyra e Berishës aty, të dy dalin shpandën pavarësinë e Kosovës. Të nga daroj me Edi Ramën, ka iki 29 herë në Beograd, fiks. Ka taku mbi 30 herë Vučić. Ka dekoru këngëtarën e Bjelo Dume, Goran Bregović, dhe pjesën e Tiranës. Që ose në janë gënjeshtra, e ka dekoru një këngëtar që thurte vajgje për që ti këtë cerë, që brisë në gradë me barë, Kosovë, ty jep medalje. Që ose unë gjinje, thuj dhe ti, se ndoka nuk i thënë fatë, po unë jam i bim për të 100%. E para, e dyta, për protestën. Përshëndesin protestën, marrin pjesë protestën. Unë kam i mendim, le që pusha mund. Por do të mosin djetat të trim non-stop edhe, trim i javë, hajnë bukë, marrin bukë me vete, edhe dhe se do të kojmë institucione të rëzohet. Të kështu për disë cilat mode nuk duhet normale. O do ato rëzojnë të gjeveri, hajde të krema të gjithë. Ta firmosë, mund do dhe i javë gjithë me tjërë. 2 javë, edhe të paralizohet gjithë gjithë. Qatë të tjetë, nuk ikëm ty. Nuk ikëm, këtë talët me njëzë. Këtë bëm plash me sorat si nësje. është patkestimë. Njëzë du t'i parasin mezë, gjithë tjetë plenë atje në shetë, gjithë. Nuk e di, mund të kemë dhe e futë skvatë, kërë logikë. Edhe përshëndes juve, televizorin kujtë dhe syri, të 2 televizoret, syri.net, dhe televizorin juj, që e japin nësë pa protestën në të limi dhe në fund. Falemderit. Mirë, zotëri, falemderit për telefonatën, presim një tjetër telefonat, tani alo përshëndetje. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Që këtu kapa ka 6 muaj që bi telefonit. Ja, më në fund të kape. Dhe disa persona po që din të që kapin dhe 2 ditë. E po janë më të shkathët, e kanë mësuar teknikën si kapet linja. Po më shkathët sa unë nuk asë unë. Po tani që të më, po ti ishe i shkathët e kishe kapur. Tani mos hargjojmë kohë me këtë, ke 6 muaj, cila është çështja që do të ngresh? Unë kam i diçka tjetër. Që ligjet që janë të nuk zbatohen. Pse nuk zbatohen? Kur ne nuk kemi një rampë, invalidet, mungojnë rampat në për rrugë. Nuk dalim do të nga rruga në rrugë, ose më fut në supermarket, ose shko ka gjukata apelit të rruga Elbasanit. Një invalid me karos futët do të, këte duhet bënë ju me kamerat, me mediat e juja, kur ju kërkojnë me ndin, me shtetje, që hom hajde na filmoni, se çfarë bën ndaj nesh. Ka ju, si radio televizion, pas radio televizion nuk vjen. Po që për punë politike, hivën të gjithë mediat. Ne kemi pasqyruar sa herë ka patur protestat të personave me aftësit kufizuara, ne kemi transmetuar drejt për së drejti. Jo, unë po gënjë, hajde që gjukata merë mediat sot, që gjukata ka rrugë Elbasanit, në rastet i gjej një ramë, në 4 andër e gjukatës, unë ma përgjithësi ligjore. E qartë. Këta kushte në kërkojmë. Nuk në ndërsa ne kushte është në qeveri. Sepse kushte që të jetë për punë vetë të punoj. Edhe sa li bërishë që ishte në protestuam, e nuk gjetëm asë lëgjeje. Nuk jam politikan ka të njerë. Paraplegikët protestoshin për ditë, që li bërishë hanë të pitë po të qifë. Dhe tani, nuk po thomë që nuk kemë probleme, kemi. Po sa la thot unë, jam më forti, më di më shumë se sa unë. Se i la invalidet parët e të plegjikë, se të i kënë dirë vetë me media 7 muaj, 8 muaj protesta, nuk më resi lëgjaja, në i qënoj dhe të drejta të kishin, dhe tani të prof kryeministër, unë nuk jem dakord me të 2 partë. Pa mo, dhe sa le të bëhet prof kryeministër, nuk jem dakord me unë. E kemi provu dhe Sali Berishën, kush ka qenë Sali Berisha. E të kemi provuar se lëgjaja ka të metat e veta. Çdo lloj gjëri ka me të vetë, dhe familja ti, ke familje në shpi. E nuk qa do të më fmituj. Jo të komandoj gjithë Shqipërinë. Pa mo, invalidet para dhe të Republikë kërkojnë nim, kërkojnë mbështetje. Nuk kanë si se kush është. Ai majt, ai dja. Është detyrimi secilit kryeministër, secilit pushtet që të respektojë drejtat themelore të njeriut, a është më tepër drejtat e personave me aftësi ndryshe. Ata kërkojnë na. Mirë, falenderit zotëri për shqetësimin që ngritët. Presim, apo shkojmë në reklama. Shkojmë në reklama me njëherë dhe më pas rikthehemi sërish me të tjera telefonata në studio. Mirë, jemi rikthyer sërish në studio, jemi në hapësirën e telefonatave, do të vjojmë komunikimin së bashku në numrin tonë të telefonit, presim tani një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes zot Italiane, turoj një ditë të mbarë, falenderit. Stafin e mrekullueshëm. Falenderit. Ne
dje kryeministri i papërgjegjshëm mashtruesi lëshoi bombën e radhës. Jemi ndër vendet më të fuqishme për mbrojtjen kibernetike. Ne e dim se si na kanë dalë çdo e dhënë, çdo targ makine ku banojmë kartat e identitetit. Çdo gjë. Ky i papërgjegjshëm bashkëpunon me krimin e organizuar ndërkombëtar. E ka dorëzuar shtetin në dorë të krimit. Çdo institucion udhëhiqet nga krimi. Ky është pengi i grupeve kriminale, sepse ata u kanë dhënë mandat për palestrat. Tani falenderoj shumë zotin Meftar Rusa dje, avokat, për rishikimin e ligjit 7501. Është ADN-ja. ADN-ja kapitalizmit është prona. Unë po të mora pronën ty të kam marrë jetën. Këta prandaj nuk duan të lëshojnë pushtetin, e janë të zhytur në miliarda euro që kanë abuzuar me popullin shqiptar, me trafiqet, me lloj-lloj palacolliku. Spaku duhet të vrasë frikën, të mos arrin të tredhur, ose të largohen me faqe të bardhë, ose do arrestohen në detyrë. Do arrestohen në detyrë, më. Po e kupton, çdo gjë ka një limit. Sot brenda familjes me fjalë ke një limit, me vllajën, me motrën, me bashkëshortën. Nuk duhet kalu Spaku. Spaku po e kalon dita ditës, po humbë besimin tek qytetarët. Ti se për ashtu ne kishim gjykatën e krimeve të rënda, s'kishim nevojë për Spakun. Spaku ngrit për të arrestuar peshkaqent. Cin ka arrestu? Cin ka arrestu nga kokat e ndaja? Vetëm tallen me ta. Pse? Sepse skllavet e këtyre padrinëve të Shqipërisë, Sali Berishës dhe Edi Ramës, i përzgjollën ata. Që nga motra Belinda Ballukut, që nga agentja Shikut, Ina Drama, e me radhë, çdo lavire sa në pjesë i kësaj klase të ndyrë politike. Gjendja që është sot është për shkak të Arben Krajës, të Altin Dumanit. Ngriti Altin Dumanit takë forcën për para zgjedhjeve. Çfarë bëri? Se thirrë njëherë këtë komandant e shpëtimit të mashtruesin Adriatik Lapajn. Që thonë ku i gjen këto fonde që brez të andej këte. Sepse kur ka qenë Altin Dumani në Sarandë, ka bërë pislikjen me vjerrin e tij Altun Çelin, që ka qenë kryetari i gjykatës së Sarandës. Prandaj them, i nderuar, duhet të thresin mendjes të gjithë dhe i bëj thirrje popullit. Çfarë shihni politikan me domate, me vezë, çfarë që gjejnë, me fjalë mbështjelleni. Na dalin këto të opozitës, na flasin sot. Të 140 janë të menderosur, zotë italiane. Pse? Unë po të ka vetëm një abuzim minimal. 170.000 lekë të vjeta merë çdo deputet për shpenzime telefoni. Ti që fletë gjithë muaj në telefon, sa shpenzon? Nuk shpenzoj, po jo aq, jo 170. Përndaj po them. Që këtu, me këta... Mirë, e qartë. Po gjithsesi nuk duhet ta mohojmë edhe punën e SPAK gjatë kësaj kohe, se për herë të parë janë arrestuar dhe po hetohen zyrtar të lartë. Sigurisht që ka gabime, por nuk mund të mohojmë çdo gjë. Ore, këtu po dalin ditë për ditë fakte me po shohim që nga Xhashka, që nga Kripta, që nga Balluku, që nga Manaseliu, e me radhë që bëjnë vetëm parat mode. Që nga jo e Akshit. E qartë, mirë. Unë të falenderoj, i nderuar, për mendimin, presim tani një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Alo, mëngjes, përshëndetje. Mirë mëngjes, i zonjë. E di si shpuna këtu çdo gjë ka mbaruar, Shqipëria nuk bëhet ma. Kur gjon atë, i nis Luarafin që thotë nuk është shitur as 1 centimetër. E kur gjon atë Vilma Ekonomin që thonë shqiptarët janë të pasur. E kur gjon atë Delina Ibrahimin që thotë 120-130 euro i del një personi në muaj,
nuk e di që të them. Dhe ne shqiptarë ka do një rinjer, del Zelenski shan atje në Serbi. Maqedonësit ngrien kundër shqiptarëve, Malizi po, Greku po e po. Kur këta kanë pretendime territoriale, pse këta politikanë tanë u bëjnë varreza, Grekut u bëjnë buste, struktura, qa bëjnë. Nesha i thot ja, shto greke, shikoj busti, shikoj varreza. E kupton në i brez tjetër. A e kupton? Ja kështu ta, po ky vend s'ka për të bërë. Se nuk grije shqiptarët, akoma janë në frikë, mos të nuk vra Afrika, nuk është vra Afrika, jo. Nuk ngrijen kanë frikë se u heqin nga puna, u prishin bizneset, nuk e di që të them. Po në kohën e Enverit, vërtet ishte diktatur, po në fshati ishte i lullzuar, kishte shtëpilindje. Në kohën e Enverit vërtet ishte diktatur, po shqiptarët ngrijeshin atëherë, a? Prit, kishte doktor, se do ngrisha, një kisha, dokumentat i kisha pa lek, shkollat i kisha pa lek, spitalet i kisha pa lek. Buk kisha? Në fshat kishte shtëpilindje, më falë. Në fshat kishte shtëpilindje, kishte dentist, ishte infermieri, ishte doktori, kishte vatë kulture, kishte shkollat mesme, kishte gjimnaze në përfshatra. Në zojnë buka kisha? Kisha buk plot, më shumë se tani kisha, gjota shi. Ate ishin të tërë në punore, mirë kej do shqeshe, kurse tani nuk ka punë. Ku da gjej punën, hajde urzo? Ku do lemi, ja shtetit, nuk do ati qashe, ne që s'kemi mosh për ti kur ja shtetit. Po pse do i kja shtetit, kur jam këtu, more, në vëndin tim, që do bëjë një shtetit? I kanë gjithë rojë, e kisha një gjithë tjetër, këtë fosi më mirë, agitacion propagandë kundur qeverit, tentim mos aratisje, jo aratisje, tentim mos aratisje. E lavdim marxizëm leninizmi, rost partia, po atere çdo populli bën partia, thoshte Enveroza. Dhe Enveroza thoshte popullin heroik dhe diktatës, kur nuk e ofendonte popullin ai. E kupton apo jo? Nuk e ofendonte, po i bënte gjëra të tjera. Nuk e ofendonte, po e vriste. Fol kleviste lunë të goja, fole bëja fora. Klevi ku je ti, Klevi në ktheu ti. Fol klevin të lunë të goja, fole bëja fora. Do vi javën tjetër. Klevi ku je ti, Klevi në ktheu ti. Javën tjetër vjen Klevi, javën tjetër vjen. Mirë, presim një tjetër telefonat tani. Alo, përshëndetje. 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 Po, mirë mëgjesi, zotri. Mëgjesi, zotri. Po që të gjata, Po mirë, kemi nevojë edhe për humor në mëgjes, apo ja? Po. Asaj ka njëre ora akoma, asaj që... Falemderit të gjove, zotri. Falemderit i ndëruar. Presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Po, mirë mëgjesi, zotri. Duat cituat kolegun para folit që tha, ADN-ja e kapitalizmit është prona. Tani do të bëj një kronologji shumë të shkurtër. Brenda 2 minuta, të lutem. Po. Gjyshi im dhe joti dhe sërgjyshi kanë pasur prona. Në 46-ën, sistemi i vërezës si zorë ja sekuestroi gjitha. 46 dhe 90-ën, baba jotë dhe jemi bashkë, edhe gjyshi jotë dhe jemi bashkë, dolën 500.000 lekë në 46 vjetë punë. 90, 2026, gjithë shqiptarë ngene pas një shpi. Një pyetje shumë e thjeshtë. Se do të bëjë Shqipëria? Prandaj, ata protestuesit dalin, Allah më zoti që të gjithë qoftë paguar, qoftë me shpirt, qoftë gjithë shka, por nuk bëhet protesta i këti, ti në burë këto. Protesta bëhet 90-2026, zotri ku i gjithë lekët, ke vjedhur 51 vjetë burg, ke trasurat dhe unë varje, ka i të rëfishë situata, jo i këti të vi unë, apo hajta të vi ndryshe. është e kot gjithë, për mendimin tim është e kot gjithë shka. Mirë, e qartë, kjo është mendimi juaj. Unë i falenderoj për telefonatën, presim një tjetër qytetar tani. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, përshëndes parafoljet, përshëndet edhe atë zonjën, në fakt. Megjithëse foli ajo zonja, lidhe me problemin e sistemit diktaturës. Por ne kemi arrit një sistem që është më i ndyrë se i diktaturës. Prandaj kemi detyruar tash ky sistem, po i detyron njerëzit që thonë rrof diktatura. Aq po se po bëhet politika e diktaturës sot këtë sistem. Kjo është e vërteta. Kaq kisha, faleminderit. Faleminderit zotëri. Presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Flisni u lutem, jeni drejt për së drejti në koha për të zgjuar. Mirëmëngjes, zonjë. Dëgjojmë shumë gjëra këtë thonë. Unë në rast të parë dua të përgëzoj protestuesit. Dua të bëj dhe thirrje gjithë socialistëve të ndershëm, ata që nuk janë për lirë në këto gjëra, po dhe ata që ndoshta kanë gabuar, e kanë dajtë vesh ka dorë i madh i kanë dorë dhe të vogël, bëjnë ata diçka. Bëjnë diçka, se nga Edi Rama të mos presin t'ja dorëheqjes, se Edi Rama nga do që të vesh të mbaruar. Edhe tjetra ishtë, ata më thonë, Berisha në burg, Rama në burg. Berisha thonë se është në dorën e komandon janë të dy bashkë. Kjo se do të mirën e Shqipërisë, ja do heqje nga kryetari i Partisë Demokratike, po e do të mirën e Shqipërisë. Se edhe plakë është, nuk është nevoja si jetë në krija akoma. Megjithatë, si ta kuptojnë, ata protestuesit janë heronj, dhe t'i bëjnë budallë edhe korba. Ata korba dhe surrat që kanë bërë ata që janë në krye, që nga lufta e ditë botërore, që nga zgjidhja stumetore, që nga edhe sot ishte treta e vërteta, mos e hiqen, unë jam shumë moshatare dhe nuk kam mundësi të do vija në Tiranë, në Bërthasja, po s'ka mundësi, jam shumë e moshuar, jam shumë plak. Po fëmijët e mi, janë student, i dollën futën dhe në grevë të urilit. Dhe pasaj ikën s'pa nga kaptuan, se nuk u bëri asë një të mirë, asë Berisha, asë Rama, asë një. Në Shqipëri është një Babiloni, që nuk merret vesh se ç'po bëhet. Të tërë të marrën, të tërë të grabësin, që nga pronat, që nga Shqipëria që kemi ne të lindëve, kanë qenë në katastë, kanë qenë të regjistruara. Se duhet të bëjmë një regjistrim të ri? Nuk e kuptoj çfarë po bëhet në Shqipëri. Nuk e kuptoj, ishte një Babiloni e vërtet. E qartë, mirë zonjë, ju falenderoj për telefonatën dhe për mendimin tuaj. Presim një tjetër qytetar tani. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zonjë. Po them një dy vargje dhe një dy fjalë. Patjetër. Shqipëria lind burra, si ujë që del nga gurra. Ata që vjedhin nuk janë burra, po janë djalli. Janë si ujku e si çakalli. Pavarësisht gjërat që ka domethënë dobësira, gjërat kanë ardhur në përmirësim. Se me një pako kape nuk shtyhesh muj. Po, që të thua që iku apo shpapullua Shqipëria, në një kohë që ti klasës punëtore i prishet e rozinat e fabrikat, që është për të dhënë kujën e duar në kokë. Kështu që është politika që i ka ndjekur ata, dhe populli ka dalë në shesh për kafshatën e bukës e për gjithçka. Ndërsa, nëse ishim keqin para se unë jam e 49-ës, hengrën pak po ndërtuam. Hengrën pak po erdhëm nga Nacional Klirimtarja dhe mjekuam dhe shëruam plagët e luftës. Dhe nuk është e theme jo që thonë ca që Gjermani kishte rrugën, ku do kalon të Gjermani, ku do vende në gopë, se më zove të Gjermani? A ishte jo me këtë gjuhë, jo me këtë gjuhë. E kishe mirë deri tani jo me këtë gjuhë. Mirë, hajde, faleminderit, po të ruajmë etikën. Presim një tjetër telefonat tani. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, zonjë. Fillimisht, dua të marrë një mendim nga ty në lidhje me protestën, se nuk e di as kam gjuhë ndonjë personalisht. Mendimi im për protestën? Po. Shumë mirë që protestohet. Në çdo vend që protestohet tregon që demokracia po funksionon. Sa më shumë protesta, aq më shumë demokraci ka për një vend. Rrofë Shqipënia. Mirë, presim një tjetër telefonat tani. Alo, përshëndetje.
Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, nderuar. Zoti Seljani. Mirëmëngjes. Të përshëndes ty dhe përshëndes gjithë gazetarët e News 24. Faleminderit. Kam folë disa herë me ju, shpesh herë kemi qenë edhe kundërshtar në bisedë. Po, në demokraci, këto gjëra janë, ne jemi kundërshtar, por respektojmë njëri tjetrin. Jemi kundërshtar për hir të diskutimit. Gjithmonë i respektum dhe i kulturum. Falenderoj. Ndërsa dje, të një gjova që bone i replik në vogël, të falenderoj me gjithë shpirt. Ishte replike sinqert nga ana jote, replik tepër demokratike. I falenderoj shumë telefonus edhe ditës sotshme, si atë që foli për pronat, dhe foli për bonusin e telefonit të deputetve, si pra atë Shqiponjen, si pra atë që tha tradhtarët duhen varë, se nuk ka gjë më të keqe se të tradhtoj shkomin, e të vrasi shkomin tanë, por këtu duhet një drejtësi e pamvarme, një drejtësi supreme. Duhet një drejtësi që të qohet në nivelin e duhur, që të qohet në kërkesat që kërkon koha dhe komi i jonë. Të dalin të kërkojnë parlamentit, shfuqizimin e të i kalimit të kohës, shfuqizimin e moshës, ato udhëheqë që na kanë udhëheqë dhe vazhdojnë të kërkojnë... Si shfuqizimin e moshës, se kuptova këtë? Moshash, mos ketë mosh për politikantin që kërkon të udhëheqë akoma të 35 vjetë. Si, po s'ka mosh të një kush do, ja, Zoti Berisha i ka kaluar 70 vite, po shkon afër 80, më duket edhe vazhdon është në politikë, nuk ka një kufizim moshor për politikanët, me sa di unë. Se nuk e njek drejtësia pra për gjithë shka ka nëllë të 35 vjetë. A, ti thua që të vendoset kufizim moshe që të moshuarit mos jenë në politikë? Po e mos jenë në politikë, po edhe t'japin llogarit para drejtësisë deri në momentin që... Të hiqet kufizimi moshor për të moshuarit që bëjnë vepra penale, thua? Sigurisht. Unë nuk them se unë një gjëmë pa dashje. Unë them pra ato që i kanë bërë damë Shqipërisë, është e papranueshme Zoti Seljani, që në 26-ën ne kemi pas metër hekurullë në Shqipëri, ndërsa në 90-ën kishe 2/3 e Shqipërisë mullume me rrjet hekurullor. Po sot, a ka hekurull kun? A ka fabrik kun? Po mirë mo, që ka nëllë tanë këto vdekje? Që ka nëllë me 7501, qëfar ka nëllë me pasurin kombëtare, me fabrika, uzina, qëfar ka nëllë me mbrojtjen e atë dhëllë. Mirë, që ti vëm kokë muhabeti dhe ta mbyllim brenda 2 minutash, mos e te kalojmë kohën. Duhet fol me orë të tana të falenderoj për emisionin e për kohën për kulturën tuj. Falenderoj, zotri. Presim një tjetër telefonat tani. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Allora, jem një fshata nga Shqileja. Edhe du të di diçka, edhe protestistë kanë drejt në protestet, por këto plazhet janë gjithë zaptuar. Këto nuk bënaj diçka në i protestet, por këto plazhet janë të zaptuar. Jem plazhet të zaptuara me shezona, po thoni? Po, bravo. Do që të bëhet protest për këto? Bravo, për që protest është? Për që është? E qartë, është i drejt ky shqetësim. E kanë ngritur edhe qytetarë të tjerë shpeshherë këtë zaptimin e plazheve. Ta ngrenë, po këtë qytetarë që ngrenë edhe ju që jeni të televizorë, do të shtojnë më tepër. Këtë gjëra. Ne transmetojmë shqetësimin e qytetarëve. Nëse qytetarët vendosin ngrirjen në protest, siç e keni parë ne kemi transmetuar, do të transmetojmë çdo protestë që ka në këtë vend. Ka që bësh gjithë privat nuk është e drejtë. Se kjo është për gjithë, nuk është edhe për biznes, veti. Gjithë Europa nuk është kështu, si Shqipëria. E qartë.
Mirë, zotëri, ju falenderoj për shqetësimin që ngritët. Presim një tjetër telefonat tani. Alo, përshëndetje. Alo. Po, përshëndetje. Si jeni? Vetëm ulni pak zërin e televizorit, ju lutem. Alo. Uleni pak zërin e televizorit edhe të vijojmë komunikimin. Pa tjetër. Po, jemi në rregull tani. Po, ule pak zërin e televizorit. Po. Si ka mundësi mërse jemi nga një zonë e Lurës dhe edhe jaton zjarri edhe po na bje dhe na djek shtëpia. Ku, në cilën zonë të Lurës? Morë në qendër të Lurës. Sa ditë ka zjarri që vazhdon? Dha? Sa ditë ka që ka rënë zjarr aty? Ka rashir dje. A ka patur zjarr fikse, helikopter, ushtri në terren apo? Po jeme ka qenë helikopter, po nuk e mundëm dot se është a zjarri për hapër në mas në jashtëzakonshme. Vazhdon ende edhe sot zjarri? Pa tjetër po. Po është afër banesave, rrezikojnë banesa? Po rreziko sa thote be poshtë, që mali me të tjetër, shkua vasha bje fshatën. Po, ju besoj e keni afër aty. A ka patur dje helikopter zjarr fikse që kanë ardhur të fikin zjarrin? Po, kanë qenë dy qopë, po. Edhe ende nuk është fikur zjarri? Vazhdo, është shumë e vështirë. E kuptoj. Mirë, është një situatë shqetësuese kjo për gjitha zonat ku ka rënë zjarr. Unë ju falenderoj që e ngritët shqetësimin, e kemi transmetuar patjetër situatën në Lurë, atë që po ndodh në Lurë edhe dje, do të vazhdojmë ta ndjekim hap pas hapi edhe sot. Presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam këtu në Elbasan. Lagja 28 nëndori. Po? Këto tu sjellësit tonë, punëtorët e mëdhenj, u bani salimet e reja gjoja. E neve kur kishim ato tubat e vjeta në vite ujti, 4-5, kurse të ashtë se qajnë kokën farare. Instalimet e reja nuk vjenë? 3 herë kanë hapë të para shtëpisë tonë, e kam tu në ke Pallatin Sportit, ku agjensia e Tiranës, autobusat. Pallati parë këtu, kuptoni vjetri. Dhe nuk vjen ujë pas investimit të bërë. Autobusat e Tiranës. Po, e kam parasysh. Dhe nuk vjen ujë tani pas u bëu sjellësi. Pik market për para, edhe kështu që neve u shqelbëm pas themëre. Vem atje prunë dje, elnja 2 roqa dje kokë qethën, hidraulik gjoja, edhe thoshin, mos jenë bëku tubat, për tubat vjetë i ban instalimet dhe do. Teja. E qartë. Hapin ato me qelsa, sa hapin dhe të sërë qineskat na i prishin fare. Por për ti hap pompën e tjerë, ku di jonë që kanë banë. Që kemi pompë neve. Pompa anë vanë para 30 vjetës, që ku ishte Ramizalia. E qartë. Mirë, zotëri, unë të falenderoj për shqetësimin që ngrite. Armanë interesoj që ka patjetër, do ta ndjekim me gazetarët. Neve të vemi herë sot se ka, morën 12, ka pritje drejtori gjoja. Morën 10, ku di gjenë. Dhe vemi e kryesjellë, se po interesohën e ti që ka të keqe plagën. Po patjetër, do ta ndjekim me kolegët në politika terren. drejtje shetan, damlla t'i bjeri, po vetëm të rregullohet gjendja. E kuptoj, mirë. Faleminderit zoti që ngrite këtë shqetësim. Presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Ju uroj një mbaj. Vetëm afrojeni pak telefonin, zonjë, se ju dëgjojmë pak larg. Jam një dëgjuese e rregullt të emisionit tuaj. Faleminderit. Më bëhet qefi shumë për ato protestuesit që çohen, flasin një të drejtë, sepse ne nuk shkojmë dot në përzyra, nuk na kryhen ato kërkesat që ne kemi si popull i thjeshtë. Nuk merr dot një vërtetim, nuk merr dot një letër, po nuk dhe lek ose po zbajte me 10 herë atje. Por unë jam në kundërshtim me protestuesit vetëm për këtë gjë. Që ata flasin fjalë jo të pakta. Nuk na vjen shumë mirë të dalin me banderola duke thënë që është e ëmbël pjesa intime e femrave, që
që nuk duhet të lejohen këto, që shajnë me ropë shpije e me libër shpije. Këto janë raste sporadike të veçuara, po themi në makro protesta ka qenë shumë qytetare, me raste sporadike që nuk e prishin frymën pozitive të kësaj proteste madhështore. Të lutem një minutë, sepse kur Sali Berisha bënte protestat e tyre, qa nuk bënte me molotov, ndërsa këta janë shumë të rregull, pse duke menduar se ajo është gjesa e popullit. Kemi punuar një jetë të tërë, se unë jam brezi 3, jam moshe madhe, kemi punuar një jetë të tërë, kam shkuar 3 herë në aksion nga një muaj unë, kam punuar pa lek në kohën e Enverit. E gjithë ajo është gjesa jonë, duke ndërtuar hekurudha, fabrika, paulate. Ne shumë mirë temi që në kam ikur fëmijët andej dhe na djek shpirti, sepse edhe u fëmijën tim andej e kam, larg e kam. Më merr malli ta prek fëmijën në dorë, mbesën time më merr malli që ta përkëdhel. Por ama këto gjëra nuk erdhën sot për sot. Këto kanë krizë të ca vite që kanë ardhur. Pse? Sepse po të kishte fabrikë, po të kishte udhëzim, do ishin punësuar punëtorë. Sali Berisha i shkatërroi gjitha. Edi Rama i përduri të gjithë të rinë vajtën jashtë. Kemi ngelur ne mosha e tretë që më ndër ikim rrugës duke kupton vetë zemra ime. E qartë. Mirë zonjë, të falenderoj për mendimin edhe për telefonatën. Shumë shkurt publicitet, rikthehemi pas pak me të tjera telefonata në studio. Jemi rikthyer sërish në studio, jemi në hapësirën e telefonatave. Në këtë pjesë të fundit të koha për të zgjuar, presim një tjetër telefonata. Një alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjesi, zotëri, po? Mirëmëngjes. Jo, zoti gazetar. Po. Jam një qytetar, kam një problem me kadastrën e Pjerit. Po? Jam me vendim të parë në shpreh, me AMTP, me gjitha dokumentet që ka shtëpia e vitit në 81 me vendim të Komitetit Ekzekutiv. Kam problem se kur nuk ka qenë azhonuar, kur e zbera azhonimi, kam bërë sa dallavere, sot rinjit, pa AMTP, pa formulara 6, pa qenë banori fshatit Kuqër, kërkoj tani të japin 200 hektar që janë me ullishte. Dhe i marri pas një lloj dokumenti. Pa qenë banori fshatit Kuqër. Si ka mundësi o zotri? Si ka mundësi? Ja kam bërë Lorena Goxhobellit. I përdjenis Pakut, i them edhe një herë, Lorena Goxhobellit. Tit Gazelit, Everest Gazelit, drejtorit të hipotekës Fjeri. Të cilë për mashtrën, asa më të pen për më regjistrën, dhe kërkojnë të japin njërëve që ka zaberatje në Fjeri, që s'ka qenë banor të fshatit Kuqër. Sepse kryetare bashkis, e dënua për ish kryetare bashkis, Raimonda Balini, krye plak, e zbajanakve vlane që kanë gjithje parafisnore me atë, dhe gjitha ato i kanë bërë në mënyrë të paliqme. Azhonimin. U kuptove? Tani kërkojnë ajo një ndim tek hipotekë Fjerit. Të vi gazetar, të maj dokumentet e mia, vendimin e parë në shpreh, që nuk regjistron AMTP-n. Kush janë këta kriminal? Ta bande e asaj Belina Ballukut. Kush janë këta kriminal? 10 vjetë të përgjyqe. Ku ka bërë vakim në botë? Dhe gjitha dokumentat që... Po në gjyq si ka shkuar që është e keni fituar në gjykat? 3 herë, vendin formë në shpreh, 3 herë fituar gjykat. 3 herë. Dhe nuk e regjistrojnë sërish? Nuk e regjistrojnë. Pse? Sepse donë të vjedhin gati, janë 150.000. Janë gati 200 hektar tokë, që ka qenë kullot edhe ashtu pa e shullisht faktikisht, që maj 4-5 veta. E para kryetare bashkis, ish kryetare bashkis, krye plaku, e gja 4-5 veta tjerë. To i baj përgjegjësi penale. E qartë. Ja kam dhe përgjegjësi pakut, kontroli lartë i shtetit ka për shkelje, nuk e di se që do bërë. Pa ja bërë file këtit gazetit një, Goxhobellit 2, ja kam druar dhe me shkrim. Zone 29, edhe shpinë time e shojnë Margullish, me i satë tjetë, na kujtë e Margullish. Ndroj numre dhe parcera, Zagarë. Elvin Qela një, ka i
ka qenë një ortograf, ta njët me kryeministrus. Sabah Hoxha, sekretari dytë që ka pas çunin atje një Rezar Azizi, i komitet partisë klasë për 90 para 90. Ja këta qenër i bekë do zaka pata që lajke. 10 vjetër, ja 70 vjetë pensionistë. Ku ka bërë vakio në botë? Ku ka bërë vakio? O, do t'i gazetarë. Jo, e qartë është një rast flagrant. Problemet me kadastrën janë probleme shqetësuese për qytetarët. Ne patjetër do ta ndjekim këtë çështje dhe do të... O, zoti ka të falenderoj shumë. Unë dua pa cellë njërë të jap të gjitha dokumentat edhe më shërë një zhëvendime për më shperti. Si ka mundësire? Kush e shtuë? Kush ka të të lojtë? Mirë, zotëri, unë ju falenderoj që e ngritet këtë shqetësim. Është shqetësimi i zotërisë, është edhe i shumë qytetarëve të tjerë problemet me kadastrat. Presim një tjetër telefonat. Tani alo, përshëndetje. Shëndetje. Po? Faleminderit se jam ka 30 vjetë. Banoj në Paskuqon. Po? I prina për para, i quem Limon Koka. Ka marrë 12 frykën të vjerit dhe të kunatit, nga fshati Vali Mataneshit, dhe i kam quar në Tiranë në vitin 84. Në 93-shin, me qenë se patën një konflikt me komisionin, kur komisioni mua me njiftë shumë mirë se çdo nashë beja shtëpiave, me drita dhe me lyrje e krejt, e qova kunatin veti pesit diri këse vend kryeministit, sepse nuk kam qenë njëri pa i qenë, po jam bërë këta 30 vjetë që më në 3 muaj të të mbyllet. Po për qartë, cili është problemi konkret? Cili është problemi konkret që keni? 75 të lymë tokë si për 7 familje, për 25 prymë. Po? Unë i matën në 96-ën. Me dhamë pësëri, duke qua letrat nga Martaneshi, e nga gjitha që unë kam shkuar si mas, të me thënë... Problemi konkret, zotëri, që mos unë basi më kohë me histori, problemi konkret cili është? Nuk ja u njohin këtë pronë tani? Ziri dhe kunati me kanë falsifikuar. Gjendje civile në 96-ën. Kanë futi dokument tjetër nga që unë e këm në 91-shin nga Këshilli i Rrethit madh. Dhe ju ka marrë tokën vjerë me kunatin? Po, dhe më kanë marrë 18.000 metra katrore, ja ka shpërtakun e të tjerë që se kanë marrë vetë nga 32, vend 15, 32. Po mirë, jeni drejtuar gjykatës për këtë problem? Jam drejtuar gjykatës me 2 lekë si futi gjykatës para 3 muaj. Aja pra një këtë të gjashta, pa asje letër që kom qurë në 9 dokumenta nga Rrethi i Madit. 9 dokumenta. Edhe çfarë vendosi gjykata? Aja, kunatit, falsifikimin. E qartë. Një këtë të gjashta. Aty është i grup i ristruktruar kriminal që drejtohet nga ky kunati im, për të cilin të përgjigjet ke spaku nga mushtëtor dhe shoqërohet nga nëndrejtori ashikës këmëtor. O si më të thënë përgjigjen mua ajo, dhe me thënë, prefektura e Tiranës në atë vit që kishte një liqë për 6 muaj që Arim Bada e Aslan Bada jo nga fshati Sharë dhe njësia administrative Baqar. Unë ata 5 metra një lek me je. E qartë, mirë, zotëri, unë të falenderoj që e ngrite këtë shqetësim, shqetësimet e tokave, dokumentacionet janë një problem për shumicën e qytetarëve shqiptarë, por ne kemi mbërritur në fund të këtij emisioni për ditën e sotme, bashkë ritakojmë sërish nesër si çdo mëngjes me shtypin e ditës fillimisht edhe më pas me hapësirën e telefonatave. Faleminderit për vëmendjen tuaj.